Kemi një fond që vjen për qartë shkollë, për të qartë. Është një projekt disa viteve të para, që në fund kanë marrë financimin, dhe kanë financimin në këtë projekt. Që ishte një projekt, në fund, është organizuar në vota për qartë. Edhe këna fushë djetar vjetë, ka të nuk fondi, por për qartë. Pastaj kishim oponentin e rrështë që projekti ishte shumë i vitër, në atje që bashkia Fushorës në mojë oponentin të në shumë dokumenta të reja në qenë. Atëherë bashkia Fushorës në do projekti dhe ka venduar qita letër të sëri. Dhe qartë shkolle ka venduar propri një letër e fondin e rronë në mësëtari shatërë, këtë fond për rekonstruksionin e Lazës së Re, në bashkëri Fushorës, dhe të ka dërët të fond për menaxhim bashkërisë Fushorës, dhe bashkëria Fushorës të ka të ndërë. Pra nuk e të ndërën shumë i qartë, por dhe bashkëria dhe të në kalu në mjërë në kalimën. Ta një sot nga duhet edhe një miratit të prejnesh të këtë fond që ta përgjë sa ma shpejtë se mund nga bashkëria e rrëtë për në kalu në kvartet që projekt. Është një projekt të mirë, që është disa vite që e përresin, në fund, e kemi të shansë, dhe shumë, të miratit të sojë dhe shpesej që nuk ta vendërëj bashkia mrena kur se limitua që këmë. Shumë e një, shumë afer. Që mund të zbohat të vetë, por ne shpesoj që nuk ta qenë dhe të bashkua të shorës, dhe ta të të dhe të Presidente, familjares komuniteti në shkollë, kanë të shumë prova sepse ne animojnë në masë në kërë mërë të mërë. Sigurat të Francën të një rrasë në një jo një vërtu, të bashku 5 herë shkollë, dhe ashtë të një pejtjet në mërë një fërë në kërë, si në sa në vërën, cilat nuk të arrishin atën në qarë vit 3, nuk arrishin me në. Dhe, i thakë që kisë në dokumentave e të gjanë që në apuana, për me arrit me pru në bashki si me bosi investim se i ka prej 3 vjetë janë fundet e 3 vjetë për me bosi të shumë. Franci ka të futbol atje, unë për një që vërtet, në shmu të fundin nuk kam shmu për si për asyje, sepse i mozita me zvarritin e metodin me shumë, edhe Franci ka të kuzëm dhe edhe ka rrë futbol, edhe në ledhin e fundit që u bo për këtë për transferin, e cila nuk nga afrorizën mora, cila është kanë pa funksisht edhe një formi pa funksisht. Po, nga e që nga fondin që lejme do dhe në 6 majtë, 5 majtë të tërë, nuk ka mundë si në bosi vjetë ma, por nga dhe njës e sari, për parë që nga posë, për që si këtë se nga dhe njës, lejme do dhe në tërë, që pirajimi të punë që mund të rrimë me kërësit, por me arrim me marrë një punë që të jetë po me shqirin në qartë, po këtë është 3 vjetë. Që e farendroj shumë ju, për që është një rastradë dhe nuk s'kanë që një atë një për të gjithë të një rrëve familjare dhe të një vetë një diskusë e këshitë. Dhe i farendroj. Atëherë si që thonë kryetari i bashkisë edhe antari i këshillit, ky është një fond që është bë transfer nga këshilli i Qarkut tek bashkia Fusharës. Ky fond praktikisht ndryshon buxhetin e bashkisë, rrit të ardhurat për vlerën 14.800.000 lekë, dhe ndërkohë këto të ardhura sipas akmarrëveshjes ndërshkruar me këshillin e Qarkut përdoren vetëm për
këtë zonë investimi, që është investimi i rekonstruksionit tek rruga Lagja e Re. Jena në limitet e fundit kohore si mas VKM-s 807 për disiplinimin dhe angazhimet e fundeve buxhetore. Data 15 është data fundit, na kena bërë përpjekje të jashtëzakonshme. Djena është transferu fundi, sot mbledhja e Këshillit në mënyrë që të kapim afatet ligjore ta prokurojmë brenda vitit. Prokurimi do bëhet në Bashkinë e Fusharësit. Mirë